Është inferior si tifos. Jo, egoist të shprehemi mi mos jetë Nësë jemi. Nësë jemi, ne ka eliminu Macedonia, ne ka eliminu Bosnia. Qa nësë jemi? Unë thani që ka regjia, më nuk e them dot. Brasil. Ja, nuk e them. Për Brazilin? Po. Thuaj mëse. Po jo, nuk ja themi prapë në. Po jo, se është emër që nuk thuaj se krije probleme pastaj. Okej. Do ta shkruaj. Në qoftë se ka komentuar keq për Brazilin, do t'i them regjis. Kështu që nuk e fal. Jo, është mirë, do qeshësh. Atëherë është mirë. Regjia është më e mira. Regjia është më e mira. Shumë kontestime arbitrash, edhe ajo mes Argjentinës dhe Egjiptit, pati goxha deklarata, madje edhe publike nga stafi, nga trajneri, nga pavarësisht se edhe unë kisha ato rezervat e mia për arbitrimin në Argjentinë-Egjipt, Egjipti lëshoi vetë lojën, tani nga 0-2 ta çosh 3-2 minutat e fundit, pavarësisht gjithë kontestimeve sigurisht, edhe unë kisha rezervat e mia për atë lloj arbitrimi, pasi siç u bën një rast nuk u bën rastin tjetër, binte ndesh dhe me vetveten e tij arbitri, por që Egjipti lëshoi vetë lojën. Për ndeshjet tjera ka pasur plot polemika, siç ishte ajo me Paraguajin, për mua ishte një masakër nga arbitri, 3 karton verdh për Francën, asnjë karton i verdh për Paraguajin, ndërkohë që Paraguaji po bënte WWE aty brenda në fushë, ishte shumë e çuditshme në fakt.